Po, sot në orët e hershme të mëngjesit, rreth orës 5:30 jemi njoftuar se 2 persona të moshës madhore ishin qelluar me armë zjarre në rrugën Vllazërit Frashëri në Gjaku. Policia me njëherë ju ka përgjigjur rastit, ka dalë me ngjarje, njësitë e nevojshme policore kanë dalë me ngjarje. Njëri nga këta të lënduar faktikisht ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor që ka qenë atje. Po ashtu në vend ngjarje ka dalë edhe prokurori i shtetit, në konsultimet të cilin është iniciuar rast vrasje e rëndë, ndërsa trupi pa jetë është dërguar në IML për ekzaminim mjekëliqor. Aktualisht jemi duke ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të arrestimit të personit të dyshuar dhe zbardhjes së plotë të rrethonave të kësaj ngjarje. I dyshuari për vrasjen ka pas edhe ndonjë rast tjetër ose ndonjë rast hapur në polici? Ajo çka mund të deklarojmë në këtë fazë të hetimeve është kjo që ju thash, personi është i njohur për neve, faktikisht ne e njohim këtë person edhe jemi në kërkim të tij. Ky është deri më tani është personi vetëm i dyshuar deri në këtë fazë hetimi.